i ri të gjithë shqiptarëve kudo në botë, përveç atyre që nuk duan me gëzua. Gëzua kjo fest shumë e bukur. Tash, urimet nga Bashkia Islame në trojë shqiptare, e cila ju uron zyrtarisht mos se gëzofshi vitin e ri. Dëgjoni urimet e tyre. Mos e festoni vitin e ri. Mos gaboni me vlerë breva se breva dreqit. Janë dreqit brevat. Kusha bërë që varfat e brevet s'jat. Drungi, prej. Mos e zbukuroni shtëpia të ju. Lani muqel. Mos e dalloni natën e vitit ri prej asnjë natë tjetër. Mo musliman se me fitue hidhrimin e Zotit. Hidhrimin e Allahut. Se feston. A dëgjuat vllazën? Po ky s'është i vetmi. Vazhdojmë me lajme e me urime nga Bashkia Islame. Ne nuk e festojmë vitin e ri për çkak se i takojmë fesë e Isait. Fesë Isait ju? Për çkak se e ruajmë fen origjinale të Isait. E se festoni fenë e vitit e Zotit? Ishte Islami. What? Ha dëgjuat? Po këta çka kje? Haj vazhdojmë me urime vllazën. Vazhdojmë me urime nga Bashkia Islame që thotë mos se gëzofshi vitin e ri. Pa ata nuk ka fest më të shëmtuar se festat e vitit të ri. Vitit e ri! Ku për ne, krejt bota feston vitin e ri, e hoxha thonë mos festoni se është haram. Skuptoj kur e si arritën këta hoxhallar me pas kaq influencë negative bi popullin tonë shqiptar. Unë edhe sot kom foto e kujtimet e bukura në Malsi, kur kem festua bashk me musliman vitin e ri, kem festua me rogjak e me shok musliman, pa urrejtje, pa ndasi, kem festua, gjithmonë kem festua vitin e ri. Por sot hoxhat po na mësojnë se çdo gjë e bukur, çdo gjë që na bashkon, të gjitha këto janë haram, janë shemtim. Ironia me amalle, Arabia Saudite, vendi Mekës e Medinës, në vitet e fundit e pret vitin e ri me koncerte, e festivale publike. Këta e bojnë edhe Emiratet, Maroku, Turqia e plot vende tjera islame.